Ka nisur zyrtarisht mbledhja në shkrimeve për nismën legjislative qytetare të Institutit të Kosovës për Drejtësi, e cila synon ndryshimin dhe plotësimin e kodit penal të Republikës së Kosovës. Përmes kësaj nisme, IKD kërkon që mos zbatimi i qëllimshëm i vendimeve gjyqësore kushtetuese, si dhe përdorimi i paras publike për përfitime elektorale, të sankcionohen si vepra penale. Megjithatë që kjo nismë të procedohet për shqyrtim në Kuvendin e Kosovës, nevojitën të paktën 10.000 nënshkrime të qytetarëve. Hulumtuesi i lartë i IKD-s, Naimi Akaj, tha se objektivi i institutit nuk është vetëm arritja e pragut prej 10.000 nënshkrimeve, por mbështetje sa më e gjerë e qytetarëve për këtë nismë. Përmes kësaj nisme, ne i propozojmë 2 ndryshime konkrete. Së pari propozojmë që mos zbatimi i qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese të parashikohet shprehjesisht si vepër penale, dhe së dyti propozojmë që përdorimi i paras publike me qëllim përfitim elektoral gjatë periudhave zgjedhore dhe parazgjedhore të parashikohet si vepër penale. Ai shpreh se qëllimi i këtyre propozimeve ka për qëllim forcimin e llogarizënies dhe se politikat sociale duhet të jenë të qëndrueshme dhe të bazuara në ligj. Këto 2 propozime kanë një qëllim të përbashkët: forcimin e llogarizënies dhe mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës. Akaj gjithashtu tha se përdorimi i paras publike ngre dyshime për përfitime elektorale, ndaj propozon që kjo të sankcionohet si vepër penale. Këto veprime me të drejtë ngrisin dyshime dhe debat publik nëse buxheti i shtetit po përdoret për politika sociale apo për përfitim elektoral. Demokracia nuk duhet me lënë hapësirë për me dyshu. Paraja publike është e qytetarëve. Ajo duhet me u përdorur për interes publik dhe jo për interesa partijake apo elektorale. Akaj tha se nisma nuk është e drejtuar kundër asnjë partie politike, qeveria apo individi, por synon mbrojtjen e kushtetutës, forcimin e shtetit të së drejtës dhe rritjen e llogaridhënies. Ai u bëri thirrje qytetarëve ta mbështesin iniciativën me nënshkrimin e tyre. Nëse sigurohen të paktën 10.000 nënshkrime, nisma do t'i procedohet Kuvendit për shqyrtim.